Operacioni bypass në stomak është provuar të jetë një metodë suksesshme për humbjen e peshës tek shumë njerëz mbi peshë që nuk kanë patur sukses me dietat. Mjekët thonë se zvogëlimi kirurgjik i stomakut mund të jetë një mjet i efektshëm në luftën kundër sëmundjeve kardiovaskulare dhe diabetit që shkaktohen edhe nga mbipesha. Por një studim i fundit tregon se për disa pacient, kjo procedurë kirurgjikale e quajtur bariatrik mund të ketë efekte anësore të padëshirueshme. Ta ndjekim. Liza Strebe është gati 45 kg me letë që kur operua në stomak. Ndihem më mirë, thot ajo, kam më shumë energji, bëj gjëra që kur nuk i kam bërë më parë. Nuk ndihem e lodhur dhe nuk më rri mendja vetëm tek ushqimi. Liza është me fat sepse para operacionit bypass në stomak asaj u dhan këshilla dhe paralajmërime rreth konsumit të alkoolit. Alkooli është një nga gjërat që ata më thanë se mund të më ndikojë stomakun. Pra, pjesa e asaj që u mbë tani është mbrojtja e stomakut me çdo kusht. Pothuajse 2500 pacientë që janë nështruar disa formave të operacionit të bypass bariatrik në 10 spitale amerikane u përfshin në një studim për të përcaktuar nëse operimi kishte rritur rrezikun e abuzimit të alkoolit dhe varësisë prej tij. Wendy King në Universitetin e Pittsburghut është një nga autorët e studimit. Në vitin e parë pas operacionit nuk u vëre ndonjë ndryshim i rëndësishëm, por në vitin e dytë 10% e pacientëve shfaqen simptoma. 70% e pacientëve në studim kishin bërë një nga format më të zakonshme të operimit të stomakut që quhet ROINI. Operacioni mund të kryhet duke hapur barkun ose duke përdorur një tub të vogël laparoskopik. Tek pacientët të cilët u operuar me metodën bypass ROINI, ushqimi dhe alkooli lëvizin me shpejtësi përmes zorës së vogël dhe procesi i absorbimit është shumë më i shpejtë. Shkencëtarët thonë se këta pacientë arrin nivelin e tolerancës të alkoolit më shpejt, ndërsa disa të tjerë kanë vështirësi të kontrollojnë sasinë e alkoolit që konsumojnë. Shkencëtarët nuk kanë gjetur një rritje të përdorimit të alkoolit mes pacientëve që janë nështruar një lloj tjetër operacioni që është më pak kirurgjik dhe nuk merret me prerjen ndonjë pjesë të stomakut dhe zorës së hollë. Megjithatë, është e rëndësishme që të gjithë pacientët e konsideruar për operacion bariatrik duhet të paralajmërohen për një rrezik të mundshëm për sa i përket konsumit të alkoolit. Studimi u botua në revistën e Shoqatës Amerikane të Mjekësisë.